Ftojmë në skenë skuadrën e kryesuar nga studio RCR Architect. Sorry, I have just to say Momentin që bie në kontakt me diellin nuk do t'i kthehesh punës. Megjithatë, është mirë t'ju kujtojmë që kemi edhe 9 prezantime të tjera, ndaj është shumë, e përjedhoj na duhet të respektojmë orare. Megjithatë, më vjen shumë mirë që ju kërkoj të gjithë anëtarëve të Bashkimit Evropian të respektojnë afate, sepse me sa kuptoj s'qën ka problem vetëm në Shqipërisë, por problem evropian. So, hello, good morning to everyone. Përshëndetje, mirëmëngjesi të gjithëve. Është vërtet kënaqësi të jesh pjesë e kësaj feste arkitekture. Mendoj që është një festë e madhe. Dhe ka cilësinë të krijojë këtë lloj gjendjeje. During this work for the competition, we also have learned. Në fakt, na u desh të mësonim shumë gjëra për këtë konkurs, kështu që faleminderit që na dhanë këtë mundësi. Jemi arkitektët RCR. Bashkëpunojmë natyrisht me të tjerë dhe ky është master plani i parkut të Besimit për të cilin kemi punuar. Për ne, ky park Besimi është mali i shenjtë. Në qoftë se do t'i vinim një emër këtij parku, do t'ishte ky. Mali i shenjtë nis qysh prej qendrës së qytetit. Është diçka apo një vend ku duhet të mbrim një rrugë, një shteg i cili nis aty prej sheshit Skënderbej. Edhe është kënaqësi dhe të dëgjosh se sa shumë pllaka, sa shumë qytetarë, sa shumë besime fetare janë përfaqësuar së bashku aty. Kjo ishte diçka që na frymëzoi së tepërmi, e po kështu edhe një vend që është plot me njerëz gjatë ditëve të lutjes. E niset rrugtimi me makinë, me biçikletë apo me një shuttle anë këmbë. Pra ka mënyra të ndryshme për të mbërritur te ky vend. Pra, kjo të çon të përshkosh një shteg të mrekullueshëm i cili sheh për nga ky mal. What is this way that starts in any part of the country? It's a way that at the end ends. Kjo është një mënyrë, është një rrugë që e ka pikë mbërritjen në zbulimin e këtij mali të shenjtë, ku takohen njerëz të shumë besimeve. Ndaj ishte shumë e rëndësishme që të kishte këto konture natyrore. Një mal me gur të cilët përdoreshin nga ilirët e nga romakët. Nuk është një vend i ri, është një vend i cili ka shumë shtresa që vijnë që nga kohët e lashta deri në të tashmen. Për ne ishte shumë e rëndësishme që të kuptonim mirëfilli se si mundej mikpritja shqiptare të përqafonte këtë larmi besimesh fetare. Në fakt, në mbar botën ka 4200 besime fetare, por mund t'i klasifikojmë, po themi, në 4 grupe të tilla. Janë besimet aborigjine, pra indigjene, tradicionale, që karakterizohen nga kultivimi i një marrëdhënieje të shenjtë me tokën dhe elementit thelbësor rituali. Grupi tjetër i madh është ai që përfshin judaizmin, krishterimin, islamin, që janë edhe besimet më të rëndësishme këtu në Shqipëri, ku përfshihen të gjitha në familjen abrahamike. Pra, këtu horizonti i grupit parë
zëvendësohet nga horizonti antropologjik. Grupi I tretë janë individ që kanë qenë marrëspërtues të mesazhit. Këtu nuk ka ritual e tabu, por është fjala dhe ligji që mbizotrojnë. Dhe këtu nëna lëviz për t'i lënë vendin babait. Më pas grupi tjetër I theve që është midis dy skajeve, kozmocentrik dhe antropocentrik. Për te tyre, ajo çfarë është tipike për këtë përvojë fetare është që në vend të një rituali apo fjalës kultivohet heshtja. Përmes heshtjes, njeriu shkon e mbrin të njëjti vend ku mbrin përmes fjalës. Kemi pastaj spiritualitetin shpirtëroren që e shohim për hapur dhe ka shembuj të ndryshëm. Pra, ky karakter I shenjtë është mosndarja e së shenjtës nga profania. Pra është mirë të kesh të përvojë kaq gjithëpërfshirëse dhe është e rëndësishme të kuptohet. Jo vetëm ky vend I vogël, por çfarë ndodh në të gjithë Shqipërinë të kuptohet tradita, të kuptohet mënyra se si ka qenë vendi ku janë zhvilluar këto besime fetare. Jemi përpjekur paksa të kuptojmë të tërën, kulturoren, fetaren, territorin e aspektet e tjera. Edhe njëherë, në këtë vend mund të mbrihet nga shumë pika në Shqipëri. Nisëm të mendonim për pjesën e parë të konkursit, në fazën e parë, që ishte e rëndësishme që të kishim një vend ndërfetar, ndërkulturor, donim të rimerrnim mesazhin, ta rimëkëmnim, e ta bënim të një skenë shpirtërore, spirituale. Ndaj është e rëndësishme që ne prezantonim rrugtimin. Në fazën e dytë, ne mendojmë e propozojmë 3 koncepte kryesore. Njëri është ky shteg, një shteg që vjen nga fundi e mbrin në maj. Është një shteg, një rrugë për të arritur diku. Kjo është struktura që vendoset përgjatë shtegut. Këto hapësira flasin për peizazhin, për kulturoren, për fetaren, janë pra struktura të ndryshme që mund të gjenden kudo. Këtu mund të gjejmë hapësirën kulturore, fetare, të gjelbën. Dhe do shohim mënyrën se si ta bëjmë të gjë dhe pastaj se si të mundet të rimëkëmbim e të rimarrim të hapësirë të malit. Këtu jemi përpjekur të gjejmë mundësi të hapësire, jemi përpjekur të kemi peizazhe e struktura gjelbrimi që janë shumë të rëndësishme. Është ky vend, vendi është ai që është, nuk është vend ndryshe, po përpiqemi të shohim se si të raportohemi me të e si të krijojmë një përvojë unike prej tij. Në këtë rrugtim kemi përcaktuar 4 nivele të ndryshme. Në nivelin e dytë e të tretë kemi përdorur hapësirat tashmë ekzistuese apo hapësirat të cilat janë përdorur më parë. Në pjesën fundore kemi një nivel të parë që e quajmë një lloj afresku, një lloj vendi mirë se ardhjeja, pastaj mbërrim tek niveli 3 që është aura tjetër dhe pastaj arrim në maj që ne e quajmë zeniti. Kjo është një mënyrë për të ndërtuar një shteg I cili lidh atë çka është para ekzistuese dhe historike, rënojat e kalas ilire, gjithçka që ka ekzistuar përpara me atë çfarë është e tashme. Dhe kjo na tregon se si mund të vijmë, ndërkohë këtu në të tashme si mund të përsislim të shkuarën e lashtë e atë më të afërt për ta bërë pjesë të një marrëdhënie të fortë. Dhe kjo bëhet përmes përdorimit të peizazhit dhe ngjyrave të peizazhit, të bimësisë për ta shquar këtë shteg I cili nis nga poshtë e shkon deri në maj.
Kjo është po njësoj, pra është e ngjashme me të parën, është planimetria e paraqitur e asaj për cilën folëm, pra nisim nga kjo anë e lumit, lumi Tërzen, dhe pastaj ngjitemi përpjet sipër në këtë nivel, në midis aurave dhe deri në zenit, që është përfundimtarja. Këtë ndoshta mund mos ta shohim hap pas hapi, por është një panoramë e përgjithshme e këtij shtegu që duam ndërtojmë. What is very important about this master plan Ajo or çfarë ka about this shumë path rëndësi is në that we këtë organize master plan as a apo main në këtë axis that shteg organize është që all ne of these kemi levels. organizuar si Starting një from the bosh welcome kryesor seat, që we can find a organizon welcome të gjitha këto pavilion nivele. and Kemi një also some pavion accommodations mirësar, and a kemi parking pritje, kemi vend facility. shëndrime, From gjithashtu here, edhe vend you go to parkim. the second Nga level, këtu shkojmë tek Karma says the knowledge agora, where we will find ajo the çfarë museum, quhet the event vendi place, and apo also sheshi i another dijes, part aty of the gjeni accommodations muzeun, e po in kështu between edhe një or pjesë tjetër inside a apo huge një vend gardens. tjetër It's për very të important qëndruar for në us to kopshtet understanding të mëdha midis. this Është e project as a rëndësishme concept of që ky gardens of projekt gardens, të where all the programs kuptohet are si situated koncept kopshte mbi inside kopshte, of these gardens. të cilat përmbajnë These së gardens, brendshme we understand a programe të garden ndryshme. as the local Albanian landscape Në garden, fakt, also ky është një the kopsht apo Petrele këto janë Mountain kopshte që landscape janë të garden, ngjashme and me also the peizazhin religions shqiptar apo me gardens peizazhin that këtu në identify Petre, every gjithashtu part edhe of this kopshtet project. fetare që From the identifikojnë second level, we çdo arrive to the pjesë third të level, këtij we can find the projekti. Faith Nga Agora, niveli where is 2 more a community shkojmë area tek where ajo all që these quhet religions are agora apo together, sheshi and besimi, also hapësira you ku can të find gjitha different besimet cells fetare to sleep janë in this së part. bashku And finally, we e go to the ku të spiritual zenith, gjithë where is more about the krijojmë lidhjen e individual pjesëve. arriving Pastaj and shkojmë having në this atë që connection quhet about maja, with the zeniti, sky and the hapësira e landscape. individit, ku ai lidhet me peizazhin dhe me qiellin. Starting this journey, it's very important to Në nisje të këtij to know about rrugtimi është shumë e if there is a pilgrim, rëndësishme or there is a të family, or there kuptohet is nëse kemi an event visitor. And starting with the first one, the pelegrinazh, një pilgrim, that maybe will familje, arrive një pelegrin, walking familje, to the ndoshta welcome vjen pavilion, pelegrimi i and they cili will go hyn tek walking pavioni up i to the top. mikpritjes dhe niste e So starting from the Stretmajas. bottom, from the river, Duke they nisur nga can pjesa cross this river, fundore, nga touching the lumi, water. ata It's very mund important to kalojnë us to have this lumin, contact with dhe the është shumë e landscape. rëndësishme që të prekin Crossing the ujë, është river, shumë e rëndësishme crossing ky all these gardens piktatim në where you can peizazhin, emphasize the kalimi landscapes lumit, of the kalimi religions, i the këtyre landscape of the kopshteve ku Albanian mund të shquash agricultural peizazhin parts that we can find in these besimeve, areas. atë It's peizazh very kryesor important të cilët mund të that gjejmë all në this program këtë is në këtë situated hapësirë. in the more anthropized parts of the mountains. Në fakt, To rest- ky to have a program respect with the other gjendet or more the në natural njërën parts of the prej world. faqeve të The malit, pilgrim i will cili arrive to është this i lidhur knowledge dhe area respekton where pjesët e they tjera. can Pastaj learn about the vin tek religions, zona e they dijes, can also rest ku in the mësojnë gardens, lidhur me and besimet finally fetare, arriving mund të to the kursohet në Faith kopshte Agora, where they për can të have this arritur tek ai sheshi i community besimit, po themi, activity ku about all ka the religions in komunitete, one ka place. aktivitete të Finally, gjitha the besimeve final fetare ascent në that are të more njëjtin difficult, vend. arriving Dhe to the top of the niveli mountain and have fundor, more an ai më i individual larti është maja experience. e malit ku çdo kush mund If të we talk about përjetojë një families, përvojë maybe they can personale. arrive by car or by a Në bus qoftë se flasim to për the welcome familje, pavilion. They ata will mund have të an vinë me accommodation makinë, there, me so they can autobus, sleep, sërish and the tek next day they can pavioni go up. i mirëseardhjes, mund të To have flënat an natë dhe të nesërme universe mund të bëjnë accessibility këtë to rrugtim. the second and the third part Për të of the krijuar project, qasje në we pjesën e dytë apo established a nivelin e dytë funicular apo të tretë that të make this connection with the projektit, different kemi layers. vendosur We një have a funicular pjesë here and another that goes to the third hyrjeje level, apo to the Faith lidhëse Agora. që Also, it's e important to lidh understand that there is a lot of pjesët me people that njëra maybe they can arrive tjetrën. directly by car Natyrisht, to an duhet event pasur visitor, to the parasysh që museum or the event ndoshta ka place, njerëz që and they vinë will drejt arrive për here, drejt they me can have a park makinë and just dhe visit mund të vinë the këtu. museum or the conference Në këtë park area mund të mbrim and pastaj go tek back zona to e their home. konferencave, And tek finally, zona e muzeve dhe it's në të very njëjtën important ditë mund të for us kthehen also në to shtëpi. understand Për ne that është po kështu e all of rëndësishme these people që that të are arriving here, kuptohet they që will të have gjithë different këta sensations njerëz or që different vinë experience, këtu do të kenë because it's ndjesi different e not to take përvoja a të 2 minutes ndryshme. funicular or to walk 40 minutes in the Sepse landscape, mund të marrin, understanding po all this themi, history një that Karma explained pajisje us teleferike about apo this diçka place. për të shkuar menjëherë për të shkuar tek Finally, vendi që duan No, të this project përjetojnë is këtu. understanding as a master plan. So a master plan, it can go in time
and in program. Ky është një master plan I first cili phase, it will është be I shpërndarë në kohë, This part of here that it's located at the gjithashtu edhe në center, vend. Pra, that is the është I main program vendosur area, kjo pjesa e that is the vendosur në knowledge agora qendër, and the është faith pjesa agora. kryesore e And it's very important programit që that është zona on e time we dijes can dhe grow besimit south or fetare. north Me kohën to the mund të welcome zgjerohet pavilion në veria or në to jug, the spiritual zenith. ku For drejt that, it's apo very në important to drejtim të understand that pavionit every të area are very mirëpritjes autonomous apo and they majës don't të have- zenitit. E rëndësishme është they që këto have janë të a gjitha little hapësira part of the autonome. program. They have accommodations in both of the three areas. They have a restaurant and as Vend Karma say, qëndrime the në religion një sër and hapësirash, all kafe, the different programs are restorant situated dhe in ashtu every level siç edhe of the project. përcaktohet në program, hapësirat e besimit janë të vendosura në çdo nivel të programit. Duke nisur nga poshtë, nga pjesa e poshtme në fillim, kemi vendosur një si lloj filli që I bashkon të gjitha. Njerëzit vinë dhe duan ta përjetojnë të gjithë të parë. Kësaj ne duam të mbajmë të formën e malit. Në mënyrë që të kemi një numër të madh njerëzish që të mund të mbërrijnë, të kemi një hapësirë të madhe parkimi për po kështu. Edhe të kemi hapësira ekspozimi, qoftë edhe digjitale. Pra, gjithashtu për të krijuar hapësirën që njerëzit të mbërrijnë majën e malit, të vazhdojnë. Ky është master plani, kjo është pjesa ku mund të lihen makinat, kjo është pjesa ku mund të jetë hapësira e mirëseardhjes, e po kështu, edhe vendi ku mund të vendoset teleferiku apo një mjet kabllor udhtimi. Këtu shfaqet lumi, pra është elementi I ujit, I cili jep atë idenë e purifikimit e pastrimit. Nisim nga uji dhe pastaj shkojmë për lart duke mbërritur në pika të ndryshme që kanë shumë ngjyra e bimësi. Dua t'ju kujtoj për kohën, keni dhe 5 minuta. Pastaj, duke shkuar në nivelin e dytë. Ky vend I dijes, hapësira e dijes, ka rëndësi sepse duhet të ketë muzeun. Kemi seksione të cilat I shohim këtu, së bashku me strukturat dhe muzeun aty. Ajo çfarë ka rëndësi këtu është që strukturat të kenë pamje apo të shohin për nga qyteti, për nga Tirana. Dhe po kështu ka një si lloj terase me hapësira ku mund të qëndrosh poshtë tyre. Por po kështu e gjithë shtegu ka një pjesë që sheh për nga lart, nga mali, dhe gjithashtu edhe elemente që janë në formën e bunkerit dhe që mbulohen pastaj nga pjesa e muzeut. Sa I përket hapësirës së besimit, po themi. Nga kjo hapësirë shkohet në zenit, në majën e malit, por duke e parë nga lart duket sikur është një re. Një re e cila të jep mundësinë të shohësh të njëjtin qiell. Është I njëjtë për të gjitha besimet fetare dhe nga të gjitha planet apo nga të gjitha elementet. Aty gjithashtu kemi edhe të gjitha llojet e bimëve dhe po kështu shohim edhe 3 strukturat kryesore për 3 besimet kryesore fetare. Këtu shikoni shtegun që gjarpëron apo që sillet përreth këtyre 3 museve, gjithashtu edhe vendin ku njerëzit mund të akomodohen. Kjo strukturë është ndoshta një mënyrë e re për të bërë arkitekturë, nuk është momenti, po themi, I kurit, por është momenti I raportimit, I njohjes së kësaj elementit të fizikës kuantike, po themi. Raporti metafizik midis elementeve. Ndaj shfaqja e kësaj të ashtu quajtur reje në të gjitha hapësirat ju tregon ato për të cilat fola, sheshet e qëndrimit, gjithashtu edhe njësitë që përmenda. Kjo është pjesa ambulatore që do të thotë shohim gjithashtu edhe këtu atë pjesën e res që ju thash. Ndërsa këtu kemi një hapësirë për të ndarë
e që krijon atmosferë për besimet e ndryshme këtu. Hapësirat në fakt nuk kanë karakteristika të veçanta, që do të thotë se cila kontribuon në pjesën e saj për të krijuar një të tërë më të sintetizuar, ndërkohë që ofron elementet e veta specifike që shuajnë një besim nga tjetri. Po kështu edhe mund të ketë ndryshime sipas besimit. Për shembull, në një orë të ditës, në këtë aktivitete apo ceremoni për një besim fetar, dhe në një orë tjetër të ditës apo në një ditë tjetër mund të jetë për një besim tjetër fetar. Pra, është e hapur dhe nga ana tjetër këtu edhe mund të ketë kafsh apo zogj të ndryshëm që mund të jenë pjesë e kësaj përvoje. Pra, varet në ç'nivel nivel do të vendosim të ndalojmë e ç'ë përvojë do duam të përftojmë nga ky park, sepse është një park. Zeniti shpirtëror apo spiritual do të varet nga pamja që përfton kur mbrin aty, por ne po përdorim një burg që është tashmë ekzistues dhe do ta kërmojmë paksa për t'i dhënë një hapësirë, një pamje pak më të rejse. Pra ideja është kur arrihet në këtë zenit, në këtë maj, në këtë zonë thuajse rrethore, mundet gjithashtu të kemi një hapësirë që mban ujë dhe në momentin që vjen në këtë pjesë të malit, në majën e malit, jo vetëm që jenë kontakt me ujin, por mbrin edhe në këtë hapësirë që është një hapësirë shkëmbore. Kjo hapësirë është ekzistuese, por ne do të përpiqemi të krijojmë të lidhje me qiellin. Së fundi për ne, pjesa e 5 është mali i shenjtë. Është vetëm një bimësi e rrethuar vetëm nga bimësia dhe një hapësirë ku mund të përjetosh, të shohësh atë çfarë do kur shkon atje dhe kaq është. Now the jury can start with the questions. Atëherë juria mund filloj tashmë me pyetjet. Thank you for the presentation. Faleminderit për prezantimin. I actually perhaps also wanted to ask the Është previous një pyetje që doja në fakt ta bëja edhe më parë, por s'munda. Ky sheshi, kjo hapësira e besimit, është një hapësirë ku të gjitha besimet fetare e ndajnë pra këtë hapësirë, të gjithën këtë hapësirë? They have the public space is shared, so ata ndajnë hapësirën publike, kopshtisht për të gjithë. The garden is for all, but pra, we have the three structures. Strukturat e tjera, 3 strukturat janë ndryshe, për kopshti është për të gjithë. Por, edhe pse janë 3 të ndryshme, mund të jenë dhe të ndërkëmbyeshme, sepse do të kenë ndryshime të vogla. Për shembull, mund të shohësh se thua elementet krishtere ortodokse, katolike, kështu me radhë. Pra, për ne është e rëndësishme të dimë se cilat janë elementet që përfaqësojnë besimet fetare që ato të jenë të pranishme aty. Për shembull, për një ceremoni e cila mund zhvillohet në orën 9, në orën 10 dhe një tjetër që mund zhvillohet në orën 11, 12. Ndoshta mund të, pra ideja është që këtu janë 3 struktura, sepse këto janë 3 besimet kryesore në Shqipëri, por përdorimi i këtyre hapësirave për mua ose për ne nuk lidhet drejt për drejt vetëm me një besim. Pra, dhe si që kuptonin, të gjithë do të kenë këtë lloj të njëjtën, po themi tash të quajtur në re, apo të mbështillen nga njëjti qiell. Kështu që elementi i materiales this is a glass made by a cast glass. It's not
transparent glass. Është pra një strukturë e cila është bërë nga një xham, po themi si xham tymi, jo xham i lloj tjetër. Pra, ndoshta duhet kemi një lloj përditësimi. Ne po marrim në konsiderat të gjithë traditat, ajo çka ka qenë para ekzistuese në mënyrë që ndoshta të përgatisim kushtet për të ecur një hap përpara. Është shumë e rëndësishme, sepse gjithë kjo hapësirë për ne është Shqipëria. Shqipëria përfaqësohet këtu. Dhe nën këtë qiell, nën këtë re, është e përfaqësuar e gjithë komuniteti shqiptar me besimet e veta. Faleminderit për prezantimin tuaj. Aspirational pyramid that organizes all the needs of the program in that itinerary. Shoh që ju përpiqeni që të organizoni të gjithë nevojat e programit me këtë shteg apo me këtë projektim që keni bërë. Doja të dëgjoja më shumë lidhur me mënyrën se si arkitektura mund të lidhet me këtë gjendjen e shenjtë, po themi, të hapësirës si mund të jetë pjesë e lidhjes shpirtërore në pjesën kulmore të planimetrisë. Maybe we go back. No, we have the so the way of this architecture, no, it's a little bit different. Mënyra se si është konceptuar kjo nga pikpamja arkitekturore është paksa ndryshe. Mbërrihet në maj duke përdorur pjesën ekzistuese, shtegun ekzistues. Thjesht duam ta bëjmë të dukshme. Ndërhyrja është që ta bëjmë të dukshme dhe të mundësojmë që të shkohet deri aty. Pra që të përjetohet kjo eksperiencë, sa ju takon pjesës besimeve fetare. Jemi përpjekur që të kemi një paradigmë të re, të kemi një, po themi, tavan të përbashkët që nuk është tavan i thjesht, është një pjesë kupole apo tavanin që krijon marrëdhënie. Pra, ideja është që pjesa e materiales dhe shtegut është e njëjtë dhe perceptimi i personit ndryshon, perceptimi individual ndryshon ndërkohë që gjërat lëvizin. Në këtë situatë është shumë e rëndësishme të shohim se si gjërat ndryshojnë nga këndvështrimi i gjithë secilit. Pra, po marrim gjërat që ekzistojnë, po sjellim gjëra të reja në mënyrë që të ecim përpara. Në të gjithë këtë, po përpiqemi që të kemi një vepër që mundëson marrëdhënien e sres me ekzistuesen. Ky është një muze e cili shepër nga mali. Muzeu dhe natyra janë e njëjta gjë, pra bëhen njësh. Kjo është arsyeja pse duam të kemi këto struktura bunker. Është më antropologjike këtu, ndërkohë që në maj jemi më shpirtëror, jemi more people or more in the village or more in civilization Guyano. Pra në maj jemi pak më të veçuar, jemi më vete, po ndërkohë dhe pjesa tjetër që kemi më funksionale, më pranë civilizimit. Arkitektura lëviz sipas niveleve, ndërkohë që i ngjitesh mali duke përdorur gjithmonë atë çfarë është ekzistuese tashmë. To understand, it's kind of, let's say, the natural way of për ta kuptuar, është, po themi, natyra që bashkëvepron me atë çfarë do bëni dhe ajo çfarë do të kultivoni është një
bimësi e cila do të rritet dhe do lëzohet me kalimin e kohës, se kjo është ajo që do të bëni me kopshtin e gjelbër, është një kopsht i përhershëm, po, ka bimësi e cila është e gjelbër gjatë gjithë kohës, por gjithashtu edhe të tjera që nuk janë. Ngjyrat do të ndryshojnë, pra kemi bimësi që e ndryshon ngjyrat natyrisht edhe me kalimin e stinëve. Është një kombinim. Në pjesën e hapësirës së besimit kemi pemë të ndryshme, ndërkohë që në këtë pjesë tjetër kemi pemë të tjera. Këtu përpiqemi që kemi bimësi që ndryshon ngjyrat gjatë vitit. Po duket si kopsht, jep ndjesinë e kopshtit, po. No, because our program is Programi situated ynë almost always in the more anthropized parts of the mountain. ndodhet në pjesën parts of the mountain are because they are agricultural. So we want to enhance in this ku path ka hapësirë apo terrenin më bujqësor, që do të thotë përdorimi i atij peizazhi që ekziston, i pyllit, ku është all the mountain almost are është përgjatë malit dhe rrethon. Por, kur mbërrim tek vendi ku do të kemi të katër nivele, ajo çfarë duam të bëjmë është që ta përmirësojmë edhe më tej këtë peizazh kryesor që deri diku mund të lidhet me besimet fetare, por edhe me peizazhin shqiptar, duke përfshirë, duke kombinuar peizazhe dhe kopshte të ndryshme. Megjithatë është, po themi, mënyra e të menduarit në nivelin bujqësor të mbjelljes. E pastaj qendra është me bimësi që krijojnë diçka më futuriste. Pra, është diçka që krijon gjendje sipas ndryshimit të ngjyrave që mund të jenë vjollës, që mund të jenë ngjyra tjera e kështu me radhë. Thank you. Faleminderit. Zonja dhe zotrinj, vjoj me paraqitjen e 5 të projekt propozimeve për konceptimin e masterplanit të Parkut të Besimit. Do ndjekim 20 minuta prezantim dhe më pas 10 minuta pyetje përgjigje me jurinë ndërkombëtare. Ftojmë në sken skuadrën e kryesuar nga studio Bolts and Wilson. Is there a pointer somewhere? Thank you. Thank you very much, of course, for the invitation to be here for this exceptional project. I would like to say a few very short words about the theory of our project. We are architects. Our job is to give form to ideas. The ideas were given to us in the excellently presented program. And I'd like to summarize them in a few words. A place of reflection, interaction, harmony, diversity, understanding, unity, tolerance, interfaith coexistence. This is a fantastic program for an architect. The architect provides a vessel. A vessel is both a glass which holds water and a ship which floats on water. And the ship is obviously a very strong religious metaphor. Edhe mjetën në cilën punojmë. Pra, dëshiroj të filloj duke ju shpjeguar që në fakt nuk kemi pjesën e sipërme të fotografisë që do të na duhet, sepse atje lart do të shikojmë në fakt edhe disa kulla. Do të shpjegoj ato më pas. Pra, kur të vinë vizitorët dhe së pari të shikojnë këtë park, do të shikojnë që do të ketë edhe salla lutjeje. Njëra është e krishterë dhe tjetra islamike. Pra, kjo na tregon në fakt edhe historinë e këtij parku. Pra, është një platformë abrahamike. Në fakt, sa ke që prezantimi nuk duket i tëri, mund t'ju falenderoj për këtë?
Pra, kemi dy salla lutjesh, janë të dyja njësoj, janë pikrisht ai mjeti që na ndihmon për të arritur ato që dëshirojmë. Dhe kemi pjesën e poshtme, pikën e mbërritjes, dhe në fakt në të gjitha programet që na u dhanë, ky ishte njëri nga grupi i çështjeve që duhet të diskutonim. Dhe e pam edhe sot paradita kur arritëm këtu. Një nga guidat e kemi parë një ditë tjetër që sollën në autobusin ose mikrobusin e tyre dhe u kanë treguar që, dhe do t'u thonë edhe në të ardhmen, që arkitektët e kanë ndërtuar të gjithë këtë gjë në bazë të plisit, që është edhe një formë gjeometrike e mrekullueshme. Dhe në fakt është pak edhe më e gjërë se plisat normalisht, por që kjo ka të bëjë me mënyrën se si ne pasqyron teknologjia sot. Pra, kur të arri autobusi në pikën e parë, atëherë do të ketë një statuj të madhe të Budës. Budizmi sigurisht nuk është pjesë e besimeve fetare të Shqipërisë, por në botë sot ekzistojnë 500 milion budist. Dhe budizmi është shumë i rëndësishëm për dialogun ndërfetar. Kështu që ne kemi përsynim që në fillim vizitorët, të arrin të shikojnë këtë statuj 40 metra të lartë, statuja e Budës. Dhe po këtu, përbri, është salla e parku, është sipas programit pra që na duhet t'i krijonim. Kemi natyrë gjithandej, të gjitha këto pemë që shihni këtu janë pemë ekzistuese dhe lart kemi platformën abrahamike. Do t'ju tregoj pak për këto ndërtesat si fillim. This is an elevation visitors face. Atëherë, kjo është pika e hyrjes, kemi sallën e parë, pastaj kemi një pavilion, gjithashtu kemi një sallë kujtese për viktimat e komunizmit, këtu kemi një sallë konferencash, si edhe një hotel së bashku me aspektet e veta të mirëqenies. Dhe dëshironi thjesht t'ju tregonim disa aspekte të ndryshme këtë parku besimi. Këtu kemi një kafenes së bashku me pergolën. Dhe problemi me këtë park besimi është që mali është shumë i lartë dhe nuk besoj që njerëzit do duan që të ngjiten në mal kështu siç është. Pra duhet i ndihmojmë njerëzit që të shkojnë deri lart. Dhe ja të tregojmë disa plane për se si e kemi arritur që të jetë. Pra ky është plani në nivelin e hyrjes, një sallë e madh me një pikë informacione, pra që njerëzit kuptojnë që çfarë ekziston aty. Kemi edhe një ndalesë për klasat e ndryshme nga shkollat e ndryshme. Kjo është salla e kujtesës, një sallë vërtet e madhe, ndërsa kjo është salla e konferencave, të gjitha janë të lidhura me pjesën e parë që është hyrja, si edhe me lobin e hotelet. Pra, këtu kemi pastaj edhe pjesën e sipër me terracën. Do të kemi një pavilion bimësie, pemësh, si edhe sallë tjetër konferencash për hotelet. Dhe në fakt këtu jemi përpjekur që t'i përmbahemi kërkesave të projektit, pra që e kemi bërë këtë gjë që në fazën e parë që të mos kemi nevojë për ndërtesa të shumta më lartë. Dhe tani, cila është salla e hyrjes dhe si e kemi formësuar atë. Pra, këtu vinë njerëzit, pastaj kemi një ashensor që shkon tek pavilioni i bimësisë, kemi edhe një shkallë të madhe, është vërtet e madhe madhështore, dhe na çon tek salla e kujtesës. Salla e kujtesës është si ajo e Nohe Vahes e Shinkelit në Berlin, që është në fakt një sallë e shenjtë oratorie. Dhe kemi menduar pra që njerëzit mund të hyjnë këtu, më pas do të ketë një nish ku do të ketë edhe më shumë informacion mbi ekspozitat, ndoshta edhe emra të viktimave në Shqipëri. Dhe kemi përdorur si shembull edhe shtëpinë e gjetheve në Tiranë. Dhe duam shumë që Elisabeta, që ka qenë edhe natyrisht shumë e rëndësishme për shtëpinë e gjetheve, të ndihmojë edhe në këtë pjesë. Pastaj arrim tek zyra e biletave. Natyrisht do të ketë edhe tualete për të gjithë ata që do të vinë këtu.
Dhe organizimi I pejsazhet është në 3 zona. Zona e hyrjes, të cilën sapo e shpjegova, pra grupimi atyre vërtesave. Lart kemi pra platformën e feve abrahamike dhe në mes është I gjithë parku I cili është I përqendruar në një zonë prej 5 hektarësh. Nuk dëshironim që ta ndryshonim të gjithë pejsazhin, përdonim që të banim pikërisht të gjitha pemët që ekzistojnë aty në pjesën qendrore. Atëherë pyetja që lind ishte do të arrim deri tek platforma abrahamike. Së pare më lejoni të shpjegoj pak topografinë. Topografia këtu, nga që bëhet fjalë për një kodrit goxha të pjerrët dhe të lartë, kjo topografi është sa kryesore. Pra, dhe do të shikojmë që në pikat e kuqe kemi edhe pjesë gëlqërore dhe pra këto janë shenja në vetë këtë topografi që ekziston, kështu që nuk është e rëndësishme që në mes të pyllit ne të ndërtojmë. Pra topografia na ka dhënë idenë vetë në fakt dhe topografia, koncepti ka ardhur nga Villa d'Este në Tivoli afër Romës, që është në fakt në vetvete një vend ku kemi një pjerësi të madhe dhe gjithsesi kemi të gjithë këto kopshta të bukura dhe menduam që të përdorim këtë lloj tipologjie. Dhe kemi menduar për 15 kopshta me tematika të ndryshme që gjajnë pak ashtu në këtë formë. Pra, pyetja vazhdon të jetë si do të arrijmë lart. Dhe ideja pra është që ne e quajmë atë aspektin kozmik. We have to get to the top of the hill. The top of the hill is the... Pra me anën e teleferikut dhe pra sa lart kemi platformën abrahamike. Në fakt kjo është ndoshta dhe skica më e rëndësishme e prezantimit ton. E shikoni që nuk është bërë nga inteligjenca artificiale, unë e kam bërë vetë me dorë. Në të majt kemi pavilionin islamik me tekste në arabisht, I cili është I lidhur me pavilionin Bektashi. Pra, këto nuk janë as xhami, po janë salla lutjesh. Salla lutjesh aty më pas do të kemi edhe një minare. Pra, kjo është pjesa islamike. Ndërkohë që në anën tjetër të platformës abrahamike kemi pjesën e krishterë, një sallë ortodokse lutjesh me ikona në mure, e cila lidhet me një sallë lutjesh katolike. Janë tërësisht të mëvendësishme, janë të pavarura, por kemi dhe një pjesë, protestante. Janë shumë të thjeshta, ashtu si dhe vetë plisi. Pra arkitektura është shumë e thjeshtë, I vetmi dallim mes tyre është që sallat e krishterë pjesën e poshtme e kanë bojqell ose blu, ndërkohë që ajo islamike e ka në ngjyrë portokalli. Pra, këtu arrim tashmë tek platforma dhe në mes kemi edhe një pjesë e cila ngjason me Alhambrën, si kopshtet e Alhambrës. Këto dy ndërtesa janë tërësisht identike nga jashtë, pavarësisht se I përkasin fesë islamike apo asaj të krishterë. Dhe nuk ka rëndësi nëse janë ortodokse apo katolike, kemi një labirinth dhe gjithashtu edhe gjarprin që është pjesë e mitologjisë së krishterë. Pastaj kemi edhe një mur të pjerrët me një kopsht të varur, kemi edhe WC për vizitorët dhe natyrisht tek sallat islamike kemi edhe disa zona caktuara për të larë duart e të tjerë, pra sipas traditës islamike. Tek salla ortodokse e lutjeve ne propozojmë që të ketë ikona të varura. Kjo është një fotografi nga Muzeumi I Mesjetës ose ikonave në Korçë. Janë ikona të mrekullueshme, të cilat janë vendosur njëra përbrit tjetrës në mur dhe dëshirojmë të kemi diçka të tillë edhe brenda sallës ortodokse. Dhe këtu jemi pak më lart duke hedhur syt drejt vetë platformës me sallën ortodokse dhe këtu arrim dhe kemi kaskada uji. Pra sigurisht kemi arritur lart me anën e teleferikut dhe pra kemi islamin, krishtërimin dhe do të kemi edhe judaizmin. Dhe këtu kemi një pjesë dhe kemi
tabernakëlin e Mojsiut. Për historinë e arkitekturës, kjo është një ndërtesë shumë e rëndësishme, sepse është vetmja ndërtesë që është projektuar nga vetë Perëndia, sepse kur Perëndia, Zoti, i dha Mojsiut 10 urdhëresat, i tha do të ndërtosh edhe një tabernakël që do të thotë duhet të jetë 44 me 22 metra në sipërfaqe dhe është një tempull i cili në fakt është një tempull pra që është shumë i rëndësishëm. Dhe e shikojmë që ka edhe një gardh dhe do të kemi edhe pjesë të gjelbër rreth tyre. Më pas në pjesën e jashtme është ajo e botës, do të kemi edhe aspekte me dru dhe në fakt udhëzimet e Perëndisë ishin shumë të sakta për Mojsiun, që në fakt ky tempull i shenjtë duhet të ketë një çati në këtë formë me lëkura nga kafshët e të tjerë, pra janë shumë të qarta udhëzimet. Dhe ky është një diagram hebraik i momentit kur Mojsiut i janë vënë udhëzimet apo specifikimet arkitekturore nga vetë Perëndia. Shikoni që kemi këtu një perde dhe pas asaj perdes ekziston gjëja më e shenjtë nga të gjithë të shenjtat, që është vetë altari, që kemi kandelabrën me 7 krahët e saj, 2 ëngjëj që e mbrojnë edhe bukën në formë hebre. Pra, unë nuk është se jam besimtar, por ideja është që ne dëshirojmë që të pasqyrojmë këtë tempull të shenjtë në platformën abrahamike. Dhe këtu e shikojmë, pra kemi nga njëra anë në të djathtë të platformën abrahamike dhe në anën e majtë me shigjet të kuqe shikoni tempullin e shenjtë. Tani, pyetjas, pra edhe njërë, si do të arrim lartë dhe e thamë që do të arrim me anën e teleferikut. This is the cosmic egg going up and down. Dhe ja, këtu e shikojmë pra është si në aspektin kozmik dhe është ajo që ne e quajmë veza kozmike dhe është në fakt shumë simbolike, është në fakt vetë origjina për indianët, është në fakt miti verdik. Pra që kozmi u nda në dy, njëra pjesë ishte toka, tjetra ishte qielli. Në fenë zoroastranike është veza shumë e rëndësishme, po ashtu edhe për kinezët ishte veza që u thye dhe nxori jenin jangun. Në Finland ishte pikrisht ishin 4 vezë që u krijuan nga perëndesha e detit, dhe secila prej tyre krijoi tokën, yjet, qiellin dhe detin. Ndërkohë që kemi edhe tradita të tjera dogane, tradita slave që sërish perëndia e zjarrit erdhi nga veza, ose e të tjerë kemi për shembull Orthon i cili ishte gjarpri që kishte mbështjell vezën. Pra veza kozmike nuk është vetëm pjesë e teorisë fetare, por edhe asaj shkencore. Është Big Bangu i madh, pra shpërthimi i madh. Pra materia u krijua nga vetë kozmosi dhe kështu u krijua universi. Pra në anën e kësaj që unë do ta quaja një hekurudh me teleferik dhe e shoh që Edi po qesh, po ideja është që pjesë të mitologjisë do të jenë shkruajtur të këto vezë që do të jenë pjesët e teleferikut. Pra, veza mund të çojë lart 50 vet, deri në 50 vet. Dhe të udhtosh deri lart është pjesë e përjetimit të fesë. Tashmë, njerëzit, vizitorët kanë arritur lart me vezën kozmike dhe mund të ecin rreth e rrotull platformës abrahamike. Mund të ecin gjithashtu edhe të zbresin poshtë duke kaluar 15 kopshte me tematika të ndryshme. Pra mund të ecin, dëshirojmë të kujtojmë që ju kanë mbetur vetëm 5 minuta kohë. E kuptoj, po thuajse mbarova, faleminderit. Pra, 15 kopshte me tematika të ndryshme të cilat mund të vizitoni. Dhe artisti Doug Patterson, që ka krijuar këtë shkallë në formë kaskade dhe e ka bërë këtë edhe më parë, dhe ai në fakt punon
në stilin mogul, të mogulve, të cilët ishin islamik në Indi. Tashmë këtu shikoni një aspekt digital të paviljoneve të ndryshme, të kullave të ndryshme, të vezës kozmike, gjithashtu edhe të njerëzve që ecin në këtë zigzag. Do të përpiqem që në 4 minuta, kam harruar këtë kullën tjetër, që është hamami islamik dhe është hoteli me hamamin islamik. Në anën jugore, ne kemi edhe një pjesë tjetër. Another Islamic garden. Kemi në fakt edhe një gjë që do ta quaj agurore, si edhe hotelin me 24 dhoma. Shikojmë pra edhe hotelin i cili pamjen e ka nga kalaja e Petrelës. Pra, agurorja ekziston tashmë, nuk është do ta krijojmë në hoteli me hamam, ka 24 dhoma, siç e tham, kemi natyrisht edhe hamamin, por natyrisht me vaska të ndryshme, me ujë të ftohtë apo të nxehtë, natyrisht që janë edhe të ndara për meshkujt, për femrat, dhe në hotel arrihet nga rruga ekzistuese me anën e parkimit që ai ka. Pra, kopshtet, 15 kopshtet, për cilët fola dhe nuk kam kohë që t'ju a shpjegoj të gjitha, të gjitha ato kemi për shembull njërin që është me pemë ulliri e të tjerë. Kemi këtu dhe një ikon të ilirëve, pra që është një besim shamanësh, në fakt që vjen nga vetë Shqipëria, kohët pagane të Shqipërisë. Kemi gjithashtu dhe një pergola, kopshtet të gjitha kanë mure, të cilat janë të bëra me një gur të caktuar që e kemi përdorur edhe në teatrin në Korçë, që është një gur pothuajse i zi. Disa kopshte të tjera me tema të ndryshme, kemi një monolit të gjelbër, madje me salla të vogla brenda, që njerëzit të qëndrojnë në heshtje aty brenda, dhe celularët nuk do të mund të funksionojnë brenda. Pra, njerëzit do të qëndrojnë brenda në këtë pjesë të mërmert dhe nuk do të kenë dot valë që të flasin në telefon. Nga ana tjetër kemi Krishnën. Unë e dua shumë Krishnën. Krishna është blu dhe mendoj që Krishna është i vetmi perëndi blu. Dhe ky është kopshti i Krishnës. Këtu kemi unazën, e cila ku kemi njerëzit që koloviten aty, pra nga ana tjetër, edhe një minutë kohë ju ka mbetur zotri. Faleminderit. Kemi shatërvana, kemi edhe një re këtu lart, gjithashtu an event space. Edhe një hapësirë për aktivitete. An event space for Albanian weddings. Për aktivitete ose qoftë edhe për dasma në Shqipëri. Gjithashtu kemi parë këtë pjesë të sipërme të cilën e kemi marrë nga një tempull në Kore dhe mendojmë që mund të qëndrojë shumë bukur edhe këtu në Shqipëri. Faleminderit të gjithë. Now the jury is welcome for the questions. Dhe tashmë fjalën ja kalojmë jurisë për pyetjet që mund të kenë. Dëshiroj t'ju bëj një pyetje, dëshiroj të kuptoj pak më shumë gjuhën vizuale të këtyre ndërtesave. E kam fjalën për materialën, teksturën, ngjyrën e tyre. Gjuha vizuale është shumë e thjeshtë, është gur natyral. Dhe kryesisht është me anën e kopshtave, ne nuk po të përpiqemi të imponojmë një stil të caktuar. Sallat e lutjeve janë të bardha. Dhe shpresojmë që do të ketë edhe disa mozaik brenda tyre. Dhe që të bëjnë ballë elementëve të ndryshëm të motit. Është shumë e thjeshtë arkitektura që kemi përdorur. Faleminderit për prezantimin tuaj. Dëshiroj t'ju pyes për pjesën ose simetrinë që ju kërkoni, pra dhe thoni që do të keni ndërmjet dy pjesëve të krishterë dhe asaj muslimane, ose në këtë hapësirë që bën bashkë fetë
nga më të ndryshmet të globit. Propozimin tonë e shikojmë si godina ikonike, pra që janë lartë në maj. Thashe harrova në fakt të thosha që do të ketë edhe një kryq që do të jetë edhe si depozit uji, nga e cila do të rrjedh ujë si simboli i jetës, dhe do të kemi pra disa godina që janë në fakt simbolike. Mënyra se si e shoh unë është si Von Matre në Paris, pra që në maj të një kodrine kemi pikërisht të kupol. E shpjegon vetë gjithçka, kështu që nuk besoj që ja vlen që unë të shpreh akoma dhe më shumë nga teoria, sepse për mua arkitektura e shpjegon vetë veten. Any more questions? Ka ndonjë pyetje tjetër? Thank you very much. Faleminderit shumë. Apo kam edhe unë një pyetje, ju lutem, ose më saktë një koment. I have two questions actually. Kam dy pyetje. Njëra prej tyre ka të bëjë për formën e arkitekturës, se ju thatë që është shumë e thjeshtë, por dëshiroj të kuptoj formën. Frymëzimi për ato monolitet e mëdha në mes, cili ishte. Dhe pyetja e dytë është që dëshiroj të kuptoj më shumë, ndoshta vizionin që ju keni, pasi nga të gjitha propozimet që ne kemi parë, më duket sikur kjo juaja është më lozonjarja, dhe besoj që njerëzit nuk e mendojnë, sepse në fakt duhet që t'i bëjmë vizitorët të ndihen mirë, të tërhiqen nga kjo gjë, sepse feja natyrisht është shumë më shumë, ka të bëjë me spiritualen, është një gjë vërtet serioze, por duhet jetë edhe pak lozonjare, që njerëzit të kenë dëshirë të vinë, të ndjenë të ftuar, që të vinë së bashku me familjet, me të vegjëlit e tyre. Pra, thjesht dua ta kuptoj pak më mirë. Çfarë frymëzimi, cili ka qenë frymëzimi juaj? Okej, lozonjare nuk do të thotë si përfaqësore. Sepse mendoj që në anglisht, kur je në fakt vërtet që ti ke shumë seriozisht diçka, bën edhe një shaka, sepse themi që shakaja është gjysma e së vërtetës, dhe Dalai Lama e bën këtë shpesh. Kur ka diçka të vërtetë, të serioze për të thënë, bën shaka. Dhe mendoj që njerëzit arkitekturën mund ta interpretojnë vetë. Ne nuk na pëlqen arkitektura që thot, ne nga lart juve poshtë do t'ju tregojmë se çfarë është kjo gjëja. Jo, kjo është edhe një zbulim në vetvete. Për shembull njerëzit mund të thonë ç'është kjo gjëja blu, ose ç'është kjo gjëja tjetër, po ky objekti çfarë do të thotë? Pra mund të jetë edhe një dimension simbolik që i flet më shumë dikujt dhe jo tjetrit. Pa, është ashtu në fakt si dhe vetë gëzimi që ne kemi në jetë. Jo të gjithë gëzojmë njësoj. Peter, just to clarify. Peter, thjesht për të sqaruar një gjë. Për mua, kur po buzëqeshja më parë, ishte puna për vezën kozmike shqiptare, sepse ne gjithnjë shikojmë aspektin tragjik të gjithçkaje, dhe po mendoja që në rast se do të na thyej kjo veza kozmike shqiptare, do të ishte lajm i madh. Po kjo është Shqipëria, jo Portugalia. E kuptoj, po dëshiroja t'ju pyesja për anën konkrete të kësaj veze kozmike shumë të bukur. Pra, prodhimi i saj dhe siguria që do të ketë. Pra, ekziston kjo gjë, apo do ta duhet të prodhohet veçanërisht dhe posaçërisht? Ekziston rreth 50 të tilla, po janë kuti, pra forma ndryshon në Zvicër, janë kuti, po pra, sa ato nuk kanë vezë, ato kanë vetëm kuti çokoladash në Zvicër, sigurisht. Faleminderit. Po, okay, mund të jenë vezë me çokoladë, faleminderit, ose pre çokoladë. Zonja dhe zotrinj, vijmë me paraqitjen e 6 të projekt propozimeve për konceptimin e pastërplanit të Parkut të Besimit. Do të ndjekim 20 minuta prezantim dhe më pas 10 minuta pyetje-përgjigje me jurinë ndërkombëtare. Ftojmë në skenë skuadrën e kryesuar nga studio Casanova and Hernandez Architects. On the stage. Hello, good afternoon. I'm very glad to be here. Përshëndetje, mirëdita, jam shumë i kënaqur që gjendem këtu të prezantoj këtë projekt. Natyrisht jemi një ekip ndërkombëtar, ekspertësh për shi, edhe natyrisht ekspert lokal të ndriçimit gjithashtu. Për mua ky projekt
është një ide, është një ide që nuk lind tani, ka lindur qysh prej 10 vjetësh, një ide që ka evoluar në kohë, dhe më duket interesante, sepse ka pasur edhe konkurse tjera, ndërkohë që Parku i Besimit erdhi deri më tani kur arritën pikën e kristalizimit kur mund të realizohet. Ka 3 elemente kryesore të këtij projekti që ta bëjmë një sukses të mirëfillt. E para është identiteti specifik dhe simbolika që lidhet me Shqipërinë. Nuk po flasim për pjesë të tjera të botës. Kemi besoj mjaft material, mjaft objekte interesante për të përqendruar në Shqipëri. E dyta është narrativa minimale. Narrativa është shumë e rëndësishme, sepse sipas mendimit tim, mesazhi, narrativa, historia duhet të jetë në vëmendjen kryesore të popullit shqiptar, shpjegimi i gjërave, shpjegimi i historisë. Pastaj mund të jetë një mesazh i cili mund të jetë për audienca tjera që vinë nga jashtë, që janë mesazhe frymëzuese se Shqipëria mund të frymëzojë botën. Ndërkohë që elementi i tretë apo çështja e tretë shumë e rëndësishme është menaxhimi, planifikimi i shëndrueshëm, aspekti social, ekonomik, po kështu, sigurisht edhe qëndrueshmëria mjedisore, po përpos tyre dhe menaxhimi, si mund të administrohet, menaxhohet në të ardhmen, por është diçka shumë e rëndësishme për mënyrën se si mund ta kuptojmë Shqipërinë tani. Për mua është shumë e rëndësishme tema e identitetit specifik. Dhe në fakt me shtresa të ndryshme simbolike, shtresa e parë lidhet me faktin që Shqipëria mbron besimet fetare. Sepse ideja është që Shqipëria që mbron besimet fetare është një streh për fet. Për shembull, kemi elementet simbolike të kupolave, të kubeve që përfaqësojnë të gjitha besimet fetare, gjithashtu edhe kapelat në kokë ose më mirë veshjet e kokës, që janë të llojeve të ndryshme, të formave të ndryshme që përfaqësojnë fe të ndryshme. Kubet, kupolat, të cilat janë me dekorime të ndryshme, me forma të ndryshme, por të gjitha ato mundësojnë që drita të depërtojë dhe janë simbolike Zotit vet. Ashtu siç edhe kapelat fetare kanë shumë simbolika brenda. Duhet mendojmë edhe cili është ky element që lidhet me elementet e shpirtit. Për shembull, qeleshja është një element që i lidh të gjitha këto. Dhe ne kemi krijuar një të ashtu quajtur kube qeleshe, që do të thotë është një kube që përfshin të gjitha fet, por gjithashtu edhe që lidhet me pjesën tjetër dhe me programe të tjera. Në shumë vende ka lëri besime që bashkëtojnë në të njëjtën hapësirë, por nuk janë mikse. Për shembull, në Holand kemi të krishterë, katolik, musliman, jetojnë bashkë, por në komunitete të ndryshme. E kundërta e kësaj vlen në Shqipëri, sepse njerëzit përzihen shumë herë më tepër, janë shumë herë më tepër në komunim me njëri tjetrin nga fe të ndryshme dhe natyrisht mënyra për ta simbolizuar këtë është të kemi një simbolik që nuk i ndan, por që i bën bashkë, i shkrin të gjitha këto bashkë. Dhe përmes këtij simboli mund të krijojmë struktura që mund të kenë elemente të ndryshme, mund të kenë, po themi mozaika, mund të kenë streha, mund të kenë kanape, apo qoftë edhe elemente të cilat mund të bëhen simbolizimi këtij parku. Duke kombinuar të dyja këto elemente, krijojmë diçka që quhet qeleshja e besimit. Për ne simbolizon atë çka është veçanërisht me interes në identitetin shqiptar, ku mund shohësh të gjitha besimet fetare në një hapësirë të madhe brenda. Kjo hapësirë do të jetë një hapësirë dalluese. Pra, do të jetë shquese si hapësirë aty. Ndërkohë, ka gati 30 parqe të ngjashme në mbar botën që kanë mesazhe të ndryshme, por sipas mendimit tonë është e rëndësishme që ky mesazh të jetë i përqendruar, të jetë i veçantë dhe me interes. Po si mund të jetë kuptim plot ky mesazh? Jo vetëm tërheqës, por edhe të komunikojë, të edukojë e të krijojë diçka më të ngjashme me to.
Ajo çfarë paraqitej në kërkesën si muze i besimit, i kujtesës, mund ta quajmë si muze i harmonisë ndërfetare. Po të përqendrohemi te pjesa negative e historisë shqiptare, që është komunizmi, mendoj që do të humbisim atë pjesën se si arrim të bashkëekzistencë. Në të dyja këto vende, siç e tham, kemi një muze që përfaqëson, por është muzeu i harmonisë ndërfetare në Shqipëri, me një pjesë që është më tematike dhe që shpjegon gjithë bashkëjetesë ndërfetare, dhe pastaj pjesa tjetër më në tokë, më e poshtme, që paraqet kronologjikisht qysh nga vitet 40 se si Shqipëria humbi lirinë e besimit, se si ajo liri u shtyp, e se si kjo liri më pas e gjeti rrugën për të dalë në sipërfaqe. To janë pak sa të ndërlikuara për të shpjeguar, por për të lidhur të dyja botët, u frymëzuam nga piktura e Koli Dromenos, dy rrugët, dy pjesët e jetës. Koli Dromeno vendosi që të pikturonte, ka pikturuar pra kisha, xhamia dhe këtu tregon njerëzit që shkojnë në therr apo në parajs. Është një lloj, tek pjesa tjetër anash shihni këtë paraqitje në formën e qeleshes. Dhe pjesa e poshtme është një lloj simbolike e therrit dhe pjesa e sipërme një simbolik e parajsës. Dhe në fakt është një mënyrë që i lejon vizitorët të shkojnë sipër drejt parajsës dhe pastaj pjesa për të ardhur poshtë drejt therrit. Është një mënyrë e të parit, pra të hipurit gjithmonë sipër drejt parajsës. Kjo është shumë e rëndësishme sepse paraqet edhe ciklin historik, pjesa e poshtme, shtypja e mohimi i besimit në raport me pjesën sipër që mund të kombinohet. Pra, vizitorët mund të vinë të vizitojnë platformat, secila prej platformave ka një temë dhe që në fakt flet për konceptin fetar në Shqipëri, tolerancën fetare, për besën, për mbrojtjen e besimeve fetare. Pra kemi përzgjedhur 7 tema që mendojmë se vlen t'ja shpjegojmë me detaje publikut. Kur shkojmë te ky therr simbolik, kemi 7 galeri. 7 në fakt është një numër që mbart shumë simbolik në fe. Shkojmë në mënyrë kronologjike nga bashkëjetesa fetare në 44, shpjegojmë se si ka qenë situata. Më pas, pastaj vim nga 44 të shkatrimi i besimit fetar, të propaganda, të ateizëm, pra një sër ekspozitash, derisa përfundon dhe shkon pastaj sipër me kthimin e lirisë besimit në Shqipëri. Ajo çfarë është më interes në këtë skicë është se arkitekti luan për të transmetuar emocione, ndjenja pa folur. Kjo është arsye pse punohet me gravitetin, me lëvizjen, në mënyrë që njerëzit të drejtohen, apo më mirë të kenë mundësi të lëvizin në mënyrë rrethore dhe drejt therrit për të kuptuar që ata mund ta humbasin këtë mundësi që ekziston. Dhe për t'i bërë të kuptojnë se sa e vështirë ka qenë që të rimerret kjo liri besimi. Ka dhe parametra të tjerë, për shembull, drita natyrore, kur shkon në pjesën e poshtme, drita mpaket, patjetër edhe pamjet, tingulli, pra jemi përpjekur të luajmë arkitekturën për të përcjellë mesazhe. Kjo është përvoja që do të përftohet në këtë park. Rreth kësaj kubeje, po themi, kemi kopshtet e besimit, kopshte të ndryshme, me bimë të ndryshme që do t'u shpjegoj pak më vonë. Dhe këtu sërish vim të kupola e qeleshës së besimit. Shihni se si drita filtrohet, depërtohet përmes këtyre mozaikëve
dhe platformave. Në çdo platformë kemi një temë ndryshe dhe natyrisht ka një interpretim dhe një pemë simbolike që lidhet me temën përkatëse. Për shembull, tek e mëparshmja kemi besën dhe atë çfarë lidhet me këtë, pastaj tek platforma tjetër kemi identitetin kombëtar. Sa e rëndësishme është ka qenë ideja e identitetit kombëtar për të bashkuar besimet fetare. Shkojmë në pjesën e poshtme. Shihni vitin 1944 në shtypjen e ndalimin. Dhe nga ana tjetër mund të shihni të gjitha ata njerëz që u përkosën, u torturuan dhe u vranë. Është e rëndësishme që t'i kujtosh të gjitha ata njerëz dhe ata fytyra, të kesh një kujtesë, një memorial. Më pas shkatrimi i trashëgimisë fetare, më shumë se 2000 ndërtesa fetare, objekte kulti u shkatruan, po kështu dhe artefakte, libra, dhe këtu në këtë hapësirë, nga kjo hapësirë shkojmë gjithmonë më poshtë në këtë lloj theri, po themi. E gjithë elementet ekspozohen në mure, në dysheme, në tavan, do të kemi pastaj një lloj filmimi të shkatrimit të kishës së Vau të Dejes, pra janë të gjitha pjesë e një përvoje kur vjen në pjesën qendrore të kësaj kubeje. Këtu kemi një hapësirë të dy fisht, me dy shtresa, mund të marrësh një përvojë të drejtë për drejtë, mjaft të gjallë, ku ka një interpretim të këtyre temave nga historian, nga studiues e kështu me radhë. Qëllimi i gjithë kësaj është të tregosh se ku arrin fundi kur ateizmi vendos në kushtetut. Të gjitha këto përfaqësohen nga simbole, pastaj vjen lëvizja e rezistencës, pra, dhe pastaj ardhja e besimit, apo më mirë mundësia, dhe këtu keni për shembull objektet apo Mekën nga ku drejtohet ata që falen, apo gjithashtu edhe elementet të krishterrimit se si falen. Këtu më pas në galerinë e 7 kemi kthimin e lirisë fetare. Pas diktaturës, shihni që ka mesha, ajo e mbajtur në Shkodër e në qytetet e tjera të Shqipërisë. Por rreth muzeut kemi kopshtin e besimit, që mbështetet në 3 radhë të ndërthurur me njëri tjetrin, që përfaqësojnë fetë abrahamike. Ajo çfarë na u duk interesante në këtë skenë është të krishterët e hebrejt ndajnë elemente të përbashkëta si me Islamin, pra të 3 fetë. Këto kopshte janë ndërtuar në mënyrë të tillë që vizitorët të qarkullojnë lehtësisht nga krishterimi tek Islami dhe tek hapësira midis. Natyrisht ka dhe faltore të lidhura me fetë ndryshme, kemi shumë bimë, të cilat tregojnë histori për publikun. Interpretimi i këtij projekti është shumë i rëndësishëm fakt sepse është një kopsht botanik tematik. Çdo kopsht lidhet jo vetëm me botanikën, por gjithashtu edhe me diçka që vjen nga librat e shenjtë. Këtu kemi gjithashtu edhe një koncept të projektuar si një libër i hapur. Pra në çdo pemë apo kudo tjetër mund të gjejmë lidhjet me besimin fetar. Këto janë hapësirat e shenjta apo më mirë vendet e lutjes për besime të ndryshme. Ka një diametër prej 8 metrash me forma të ndryshme, le të themi, sepse ideja e këtij parku është të kuptohet që besimet fetare në shoqërinë shqiptare kanë të njëjtën peshë. Nuk duam t'i bëm tekstin një besimin për mbi tjetrin dhe duam që të kemi pra një për të gjithë, pra kemi për besimin e krishterë, për besimin islam, po kështu e për atë e pra. Këto faltore, po themi, apo këto vende të lutjes janë si doma të vogla, duhet të kujtoj kohën, 5 minuta.
Po e kaloja shumë shpejt masterplanin apo planimetrin. Po ka 4 elemente, elementi kryesor është ai dyti që është në qendër dhe është një port. Dhe ndërkohë tjetra është një hapësirë e treta për ngjarjet, evenimentet dhe pastaj hapësira mikpritjes është e katra. Nuk duam të prekim, po themi, pronat e ndryshme për të mos krijuar probleme, por kjo është diçka që do ta shohim në të ardhmen. Natyrisht, edhe te pjesa arkeologjike nuk duam që të jemi në kundërshtim me të, e kemi tekstin shumë tek bimësia e gjithashtu edhe tek topografia e ndërtimit. Ky është plani me 4 zona, me 4 shtiqe, apo me 4 hapësira, njëra prej të cilave të çon edhe tek hoteli. Kjo është hyrja. Ky është një element shumë i rëndësishëm për qëndrueshmërinë, për evenimentet, ku mund të ketë edhe koncerte, mund të ketë ekspozita. Pylli që është projektuar me temë artificiale dhe materialet e përdorura janë materiale që lidhen përputhen me peizazhin përreth. Natyrisht tu kemi 4 elemente, uji, zjarri, këtu shihni tokën, zjarri në ato zonat hapura për grupet që shndrojnë dhe ajrin. Në fakt, duam të përfundojmë me ndriçimin. Drita në fakt është një mundësues i jashtëzakonshëm në krijimin e përvojave të bashkëndara kolektive. Përmes ndriçimit digjital kemi mundësi të krijojmë përvoja që janë gjithmonë në ndryshim. Është vetëm një përvojë që mund të ndryshojë çdo mbrëmje, çdo sekond. Propozimi ynë është që të krijojmë një përvojë në mbrëmje që ndryshon gjatë gjithë kohës, për komunitetet e ndryshme që mund të festojë, të kremtojë ngjarjet e njëjtë komuniteti apo ngjarjet e tyre të përbashkëta, pra ku ata mund të festojnë së bashku. Mund të jetë natyrisht edhe shumë shpirtërore për njerëzit. Është diçka e cila është mjaft, po themi, funksionale, është diçka që kemi bërë më parë. Pra, kjo në fakt e rrit me 30% po themi projektin në raport me pjesën tjetër, sidomos në përvojën gjatë natës, ajo e përmirëson me më shumë se 50%. Mund të krijojmë dhe një përvojë të veçuar, është ndryshe nga përvoja gjatë ditës, pra të jep një arsye për t'u kthyer. Kjo çon gjithashtu edhe në rritjen e nënçmimit të biletës nga nata në ditë. Natën mund të arrisim me 100-200% sepse natyrisht varet nga përvoja që njerëzit duan të marrin. Dhe është shumë e qëndrueshme në një periudhë afat gjatë. Pra, në pikë parë realiste, ne kemi arritur 1.6 milion vizitor, për shembull, gjatë natës, një projekt saktuar krahasuar me vizitorët gjatë ditës. Pra është një mundësi për të rigrupuar investimin, për të pasur një arsye tjetër, për t'ju dhënë njerëzve një arsye tjetër për ta vizituar, por po kështu edhe për të paguar, apo për të mundur për të paguar për mirëmbajtjen e këtij projekti. Ky ndriçim gjatë natës mund të jetë shumë kuptim plot, i bërë me shumë shije, shumë digjital, po në mënyrë mjaft të nënthënë, pra të përfshirë, dhe që mund të jetë një model shumë i mirë biznesi. Faleminderit. Now the jury are welcome for the questions. Tashmë juria është e mirëpritur të bëjë pyetje. Thank you very much. Thank you. Sorry, go ahead. Can you tell us about the park, the feeling of the A garden? mund të na thoni diçka për parkun, për ndjesinë e kopshtit? I will go back to that slide. Okay, what we found interesting or important is don't. Ajo çfarë më duket me interes apo që është interesante është që nuk do të jetë e gjithë zona kopsht, por do të kemi ndërhyrje në pika të caktuara të projektit. Okay, maybe it's visible in this one.
So what you see here is Do shta këtu është e dukshme. Ajo çfarë shihni këtu është kopshti që ka interpretivin më të madh, është shumë më në kontroll. Pra minimizojmë zonën, por maksimizojmë përvojën. Duke e bërë atë pikë përqendrimi, luajmë edhe me pjesë të ndryshme. Është natyrisht një kopsht botanik, na duhet ta uisim, na duhet ta kemi në kontroll. Kështu që në këtë mënyrë përpiqemi që ta lëmë pjesën tjetër të hapësirës të paprekur. Along the path we have Për shembull, këtu përgjatë kësaj hapësire, këtu kemi rrethin e Islamit dhe ajo çfarë artikulon përreth. Kemi një sekuencë pemësh, ujë, pasqyrimi dhe merr atë lloj përvoje. Por kur shkon tek një pjesë tjetër, do të marrësh një përvojë tjetër. Në varësi të drejtimit nga shkon, do të kesh përvojë të ndryshme. Pra jemi përpjekur të jemi më të përqendruar, më efektiv, sepse nuk duam që ta prekim të gjithë zonën. Kemi qenë shumë të ndjeshëm ndaj asaj çfarë është ekzistuese, por gjithashtu kemi dashur të krijojmë diçka që është edhe më e jashtëzakonshme që bie në sy. Shumica e ndërhyrjeve, siç e shihni, është në pjesën e poshtme që krijon një akses më të lehtë. Duam pra që ta zgjerojmë të ide gjithashtu edhe me pjesën e ujitjes, sepse në këtë pikë, në këtë mënyrë, ruajmë edhe diçka origjinale, pra autentike në kësaj zone. I have a question. You said at some point that the religions in Albania have equal weight, but the Tha që besimet fetare në Shqipëri kanë pesh të njëjtë dhe janë pra njëra tjetër, megjithatë nuk janë njësoj, kanë tradita të ndryshme, rituale të ndryshme. Pra në momentin që keni këtë lloj kanapeje ndër fetare, është një pikë takimi midis besimeve dhe traditave apo jo, në fakt ju referova hapësirave të ritualeve, të lutjeve, hapësirave ku takohesh, jo ato që simbolizojnë vetë besimet fetare. Në hapësirën e ekspozitës kemi për shembull seksionin e parë që ekspozon të gjithë historinë e besimeve fetare në Shqipëri dhe pastaj kronologjikisht të tregon ngjarjet se si kanë ndodhur. Natyrisht ka shumica muslimane, grupe të tjera, fesë tjera, po ajo çfarë dua të them është që në kuadër të situatës ndërfetare në vend të gjitha duhet të trajtohen në mënyrë të barabartë, nuk kemi pse i diferencojmë. Është njësoj si këto kapelet, këto they have the same diameter, but they have different symbols, they have different colors, and at the end këtyre kapelave fetare apo veshjeve fetare të kokës që natyrisht simbolizojnë diçka ndryshe, kanë ngjyra ndryshme por përfaqësojnë këtë besim. Pra, kanë një lloj dizajni të përgjithshëm, por kanë elemente specifike. Pra, kështu kemi bërë dhe këtu. Natyrisht, ka hapësira për lutje, për falje, dhe ndoshta aty brenda ka gjëra specifike, diçka që shkuptim plot për specifikisht për njerëzit që duan të shkojnë dhe të bëjnë këtë lutje. Por pjesa tjetër ka karakter të përgjithshëm, jo karakter specifik. I'm just wondering, looking at some of these Faleminderit, duke parë renderings, disa do renderave. you imagine that this is a park or a place where people Mendoni sa mund të ketë një living park practice? For living practice, do you imagine that people will come here weekly or monthly for religious or interfaith gathering and dialogue? Or is it, because I think some of the way that the experience and the business is described feels a little bit like a theme park, or like somebody might have a ticketed experience to an exhibition, and the focus is perhaps, I understand that they are player spaces, but they feel like it's much less of a focus on the everyday aspect of the project. Vëmendje në aspektin e përditshëm të projektit.
for instance, we didn't want to create churches or mosques in this area because they are mosques. Po, nuk donim që të krijonim kish apo xhami në këtë hapësirë, ka në të gjithë Shqipërinë. Donim të krijonim një hapësirë takimi, një hapësirë ku njerëzit duan të vinë. Ne nuk e shpjegova sepse ishte një prezantim që u bën shumë shpejt, por për shembull kemi disa hapësira për kremtime të ndryshme, qofshin këto fetare apo koncerte. I passed too quick, probably. Okay, this area is an area for meeting people and then doing things together. Pra kjo është një hapësirë ku takohen njerëzit dhe ku bëjnë gjëra të ndryshme me karakter fetar, për shembull këto janë hapësira qendrore, që mund përdoren edhe për koncerte, për kremtime fetare. Por po kështu kombinohet me ekspozita të tjera dhe me aktivitete gjithfarlloji. Pra, kjo hapësirë mund të jetë me interes për shumë njerëz nga besimet ndryshme të cilët mund vinë dhe të zhvillojnë aktivitetet përbashkëta. Po nuk, domethënë ideja nuk është që njerëzit do të vinë këtu dhe do të luten sepse ata kanë xhamit, kishat që i kanë pjesë të jetës së tyre. Nuk do të thotë që s'mund të bëhet, por nuk është mendoj qëllimi kryesor i këtij projekti. Ja pse në një farë mënyrë jemi shkëputur paksa nga klisheja e përdorimit të gurit apo të elementeve të tjera të këtij projekti. Nuk mendojmë që është ky qëllimi i projektit, por këto ka xhami të reja, kisha të reja, nuk është çështja që duhet ndërtojmë të reja këtu. Paktën kjo është përshtypja ime. Any more questions? Pyetje të tjera? If you don't design the overall landscape as such, but you leave it basically untouched, as you said, I think, how do the different areas, the canopy, the museum area, the hotel area, accommodation area, come together as a whole? Të bëhen bashkë si një tërë, apo perceptohen si ente apo struktura të mëdhetësishme në peizazh që nuk ndajnë asgjë përpos faktit që janë pranë njëra tjetrës. Çfarë ndajnë? Pra çfarë ndajnë në qoftë se nuk janë të projektuara si pjesë të gjithë peizazhit? Natyrisht që qysh prej hyrjes që është kjo këtu, që është në këtë pozicion, mund të ecësh përmes shtiqeve të ndryshme. Janë këto shtiqe që sjellin vëmendje, për shembull, në hotel ka hapësira për të pirë një kafe, për një meditim, ndërkohë që në këtë zonë këtu, apo përmes kësaj zone këtu, mund shkosh në këtë zonën tjetër. Bimësia, thash, ka ndërhyrje të vogla, ka shumë zona të cilat lihen të paprekura, secila prej tyre ndryshe. Në parim, të gjitha hapësirat, strukturat fetare janë këtu, siç u përmend, por ka edhe të tjera pika, kyçe, të cilat janë të përdorura për gjatë peizazhit. Ajo çfarë kuptojmë ne është shtegu. Shtegu është ajo tema e rëndësishme që i bie për qark të gjithë parkut. Natyrisht ka elemente tërheqëse në pika të ndryshme të shtegut, ku vizitorët mund të qëndrojnë gjatë gjithë ditës për të vizituar elementet. Për ne, kjo është një hapësirë, për shembull, pjesa tjetër ku do të ketë aktivitete, prezantime, ngjarje, dhe kjo do të krijojë një lloj dinamizmi në lëvizjen e njerëzve. Kjo është me interes për ne, prandaj pra është në interes për ne që të shohim po kështu edhe pjesën e menaxhimit. Është shumë e rëndësishme që të kemi partnerë të cilët të kemë mundësi pra të sigurojnë këtë menaxhim për të gjithë pjesën. Si e shihni lidhjen midis pyllit
Kodrinor dhe Kubes. Estetikisht, si e shihni lidhjen? Kam përshtypjen që kjo ishte pyetja më parashme, si e shihni lidhjen estetikisht. Pylli kodrinor përbëhet nga një sër njësish, pra pemë, të cilat do të përfshihen këtu në këtë peizazh. Le të shkojmë te kjo pikë. Okay, these are designed like trees where are Këtu janë pemë të integruara në peizazh. Pemë të ndryshme kanë funksione të ndryshme. Pastaj, ideja në themel është që edhe pse një pjesë duket të ngjashme, aty ka hapësira për të qetësuar, për të përpushuar, për të bërë ekspozita. Pra, ideja është që ato janë pika që krijojnë vëmendje që të vizitohen, por gjithashtu janë edhe pjesë e qëndrueshmërisë ekonomike. Këtu mund të ketë një investues privat i cili të krijojë hapësira për grupe të ndryshme që të kryetare për të zënë ato. E rëndësishme është që të kemi një park me aktivitete të ndryshme, të cilat të mund të jenë të qëndrueshme dhe ekonomikisht ndajet e njësi tregtare janë të rëndësishme, duke respektuar sigurisht elementin e besimeve. E gjithë kopshti në Kuben prej Qeleshëje është më e mëvetishme, është më e ndarë, ka një karakter më të veçantë që nuk është i ngjashëm me atë hapësirën që mund të ketë pjesa me një tregtare, po kështu edhe pjesa e biletave që do të jetë në hyrje. Megjithatë, ideja është që mund ta konceptojmë kështu, por edhe pa bilet mund ishte shumë në rregull për mua. Faleminderit shumë. Zonja dhe zotrinj, ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju ftojmë të dalim jashtë për pushimin e drekës. Ju ftojmë të ritakohemi sërish në orën 14:30.